Kryeministri Edi Rama ka shpalosur ditën e sotme programin Shqipëria 2030, teksa u shpreh se yjet janë rreshtuar në fatin e vendit tonë për integrimin në BE, duke folur nga një studio si në fjalimet e motivimit në TED Talk, që harrohen pothuajse një ditë pasi i ke parë. Rama po shpalos një për një sukseset e qeverisë së tij, teksa pas shpine reklamon takimet dhe fotot me liderët në BE. Kreu i qeverisë shtoi se kush e do pasaportën e BE duhet të jap kontribut, dhe ky është investimi i votës në qendër të fletës së votimit, ku shkruan numri 5 PS dhe Edi Rama. Yjet janë rreshtuar në fatin tonë. Ylli i fatit tonë është rreshtuar me yjet e fatit të Europës. Këtë mundësi se kemi pasur kurrë. Ne po negociojmë me vrull të jashtëzakonshëm, vrulli dyanshëm. Ti çojmë mesazh BE, duam pasaportën e BE për Shqipërinë dhe çdo shqiptar. Pasaporta është një ambicie që deri para pak vitesh më parë do të dukej çmenduri ta kishim në prag të zgjedhjeve për mandatin e katërt. Kush e do pasaportën e BE duhet të jap kontribut, dhe ky është investimi i votës në qendër të fletës së votimit, ku shkrua numri 5 PS dhe Edi Rama, tha ai. Rama na këmbim të pasaportës së BE ftoi shqiptarët të votojnë PS-n më 11 maj. Më 11 maj shqiptarët duhet të na japin mandatin dhe të japin një mesazh të fortë për Brukselin, duke votuar masivisht për antarësimin e BE-s. Një pasaport, treg i përbashkët, hapësirë bashkëjetese, barazi përpara ligjit, tha Rama. Mëtej Rama ka prezantuar edhe një model të pasaportës që sipas tij do të përdoret nga shqiptarët pas antarësimit në Bashkimin Evropian. Një ide kjo që i ngjan prezantimit të dizajnit inovativ dhe teknologjisë së avancuar që u bë publike nga Zvicra në shkurt. Kjo është fytyra e pasaportës shqiptare evropiane, u shpreh Rama, duke theksuar se dizajni i ri përmban element të sigurisë të standardeve të BE-s. Ai vuri në dukje se, megjithse qytetarët shqiptar sot udhëtojnë pa viza, ende përballen me kontrolle shtesë në kufit evropian, theksoi Rama.